Mirëmëngjesi, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Reze Dielli, mirë se erdhët në programin tonë që do të shoqëroj deri në orën 11, so kemi dhe rubrikën Bima dhe Shëndeti, flasim për bimët, kombinime, çarat e ndryshme, të cilat na ndihmojnë në largimin e toksinave apo metalet e rënda në trupin ton, cilat janë kombinimet e duhura e padyshim. Do të mirëpresim telefonatat e tuaja për të bërë pyetjet me specialistin e bimëve mjekësore Dr. Ylli Merjan, ndërkohë në kuzhinë kemi receta të reja dhe sot, do të komunikojmë dhe ju urojmë javë të këndshme. Ka filluar vapa, më Albana, si do t'ja bëjmë. Mos e mbaj një së flokti, pa më thuaj një gjithë. Po ja, e mbaj kështu. Po mashallah ke flok. Po mashallah ke flok. Pastaj vapa vërtet është jashtë, por është dhe në çik shumë psikologjike. Unë kam shumë psikologjike, unë kam shumë psikologjike, e kam shumë fizike. Edhe këto dyshime në qere që kam, vapë më japin. Të bëjmë vapë, duhet mundojmë të gjemë. Shiko, një nga mënyrat është dhe hidratimi, me qëra fjalla, për të përballuar vapën. Atë faktikisht, atë e kam i fitë problem, këtë hidratimin. Një problem. Kështu që duhet të rregullojmë këtë punë në hidratimit edhe tani në verë. Por, që t'ju sjellun në humor, ashtu si kurse jam edhe vetë, po si një sufle me vezë, është që ëmbër, para 3 ditësh, para 3 ditësh unë bërë ato mafishet. Pra pak a shumë është e tillë, por pak më ndryshe. Që t'jem pak më ndryshe, normalisht më duhet një furë para ngrorë. Regjia tash mirë, atëre unë e kam në 200 gradë dhe kam 7 vezë. Të bardhat e vezëve unë i kam veç. Këto. Të verdhat, veç. I kaloj. Më duhet të kem lëkur limoni. Lëkurën e grim, tipën e limonit. Nuk më duhet shumë. Dhe kemi kujdes gjithmonë në pjesën e bardhë, që mos marrim pjesën e bardhë të limonit. Deri këtu unë jam në rregull. Kaq më duhet që të jetë aromatizuar. E largoj dhe patjetër që edhe unë mos të harroj, nuk më duhet ta kap me furçë, sepse ne e dim shumë mirë. Që petet aty të gjalpi në gjysma, po thuaj se aty kalon. Jo me furçë, por e kap me letër që të ke mundësi ta punosh gjithë. Ta punoj, bravo, sepse dihet në disa ëmbëlsira duhet që gjalpi të jetë jo i shkrirë, të jetë i tillë. Nëse unë do të përdor furçë, dihet që qimet e furçës do ngrinë. Dhe mua nuk më duhet kjo gjë. Ja, deri në pjesën e lartë, sepse do jetë në formën e res. Sa e marrë shtruar, është një pecet e letër e pasur kuzhinë, gjë që e lë këtu. Do të shtoj pakës qumësht në bazën e vetë. Filloj dhe rrah të bardhat e vezëve. Marengën. Rreth e vezëve. Nis me një nivel mesatar. Dhe më pas shkoj tek e larta. Aty pastaj do përzihemi me të tjerat. Shtoj një prekje krip. Do kem për të shtuar sheqerin. Nëse ne e rrahim me sheqer pluhur dhe jo sheqer kristal, është akoma edhe më mirë. Edhe pak dhe është gati. E rrahim në nivel më të fortë, që të kemi atë pjesën që nuk, kur e kem mbrapsht, nuk derdhet, nuk shkëputet.
zot Ovital. Filloj dhe shtoj një mas sheqeri. Është në formën e një reje. Një reje ku ka ditë e diell. Të diellta qofshin ditët tona. Të diellta qofshin. Shtoj gradualisht masën e sheqerit deri këtu. Vjetë që suflet e fanë këtë pjesën që duhet... Shiko, doli kjo masa e duhur. Si ku kemi bërë, si shveprojmë për vezën e rahur, si shveprojmë për mafishët, si shveprojmë edhe për pavlovën. Por, mafishëve mund të shtojmë edhe pa kutull. Përse është gati. Ja një herë të shof. Po, besoj se është gati, se duke që është qite volumi. Urdhëro. Forma, jo. Urdhëro. Ti shofa të më pjeni, shofa të më pjeni. Nuk bie, jo. Jene një tjetër. Nuk bie, se është shumë e sigurt ashtu. Kjo ishte pra puna e parë e sufles me vezët Ovital. Helikat. 6-7 të bardha, ndërkohë i lexojmë me përbërësit e tjerë të bashku në recetën tonë të shkruar. Kemi procesuar, kemi sjellë pjesën e parë të punës, kemi rahur të bardha duke i kthyer ato në mareng dhe i kemi ndihmuar duke i shtuar gradualisht për ta ëmbëlsuar pak me sheqer pluhur, duke e trazuar dhe duke e shtuar dhe sheqerin. Ndërkohë përbërësit e tjerë i kemi në recetën e shkruar sufle e ëmbël me vezë. 7 të bardha veze, 2 të bardha të verdha veze, 60 gram sheqer, 15 gram miell, sheqer pluhur, i rimët. Për limoni mund të shtoni lëkurën e grirë të tij, gjalp që lyem tavën, pak qumësh në fund të tavës dhe ju e ndoqë këtë proces, e kemi këtu në tryez dhe sheqer pluhur sërish për pudrosje në fund fare. Tani filloj dhe rrah ndryshoj pozicionin të verdhat. Kanë edhe cipën e limonit për aromën, freskin, për të larguar aromën e vezës. E çova sheqerin atje, nga që duhet të qep pastroja vëndin. Për të marrë. Ja. E ra deri në zbardhje. Pak nga pak se krijohet një masë kremi. Shumë zhurmë, shumë e kemi njësur javën, no? Shumë zhurmë. Kjo është rana jonë. Do mbyllet me qetësi, besoj. E largoj. Ka që është zhurma. Edhe zhurma nuk... Filloj dhe shtoj masën e miellit, por patjetër që ta fshi pak, sepse nuk më duhet gjalpi. Kjo është edhe masa e miellit. Se u bëja, unë bëta në një tip brumi. Pra, sepse është të suflirë normalisht duhet mielli.
Dhe ku flasim për miell, keni olën. Unë kam marrë këtë kuqe, që fryhet vetë, nuk ka nevojë për asgjë tjetër, më ndihmon patjetër për të marrë volumin. Do thonë ju volumin e ka nga veza, patjetër që e ka nga veza, por nëse unë e lë vezën, veza në fund fare do krijojë një si mas ujë në fund fare. Atëherë shtoj mielin. Këtë mas e shtoj gradualisht. Përzierja bëhet graduale, se masën e kam shuar direkt unë. Kaq më duhet. Me përzim me spatulën, pa i ullur volumin. Avash, e vendosim pastaj në tavë dhe do ta pjekim. Do një temperaturë konstante mesatare, jo shumë të lartë, të ngadalt, sepse është shumë delikate. E mundoj me përzjem pak, që të marri dhe vezën, verdhën e vezës. Sikurse, sepse ka mielin, dhe mua më intereson mieli më tepër. Po. Ja, shikon. Gjithmonë, lëvizjet e jenë ciklike. Kjetë një përzierje e mirë. Besoj se faktikisht ka akoma nevojë për të marrë atë ngjyrën e një trajshme. Gati për ta vendosur. Si që është, pra kjo masa, kjo tava jonë është pak e thellë. Sepse e thellë duhet jetë. Edhe mban atë volumin. Ja, një sekundë. Opa. Ja, këto. Duhet të veprohet në qas, për faktin se kjo sufleja re, që është bërë marrën prek në këtë formë, me kalimin e kohës edhe nga temperatura ambientit, zë dhe fillon bie pastaj volumi. E largoj unë këtë. E vendosim edhe pjesën tjetër dhe pamjen përfundimtare. Do ta shohim deri në fund të gatimeve të tjera, besoj se do ta kemi në tryez të pjekur. Nuk i duhet dhe shumë kohë, si që pjekim një kek apo si që pjekim tavat të tjera, është pak më ndryshe dhe do më pak kohë. Kështu si që është, vendosim në furrën e para ngrohur, duhet jetë tek 180 ndoshta. E marr dhe e vendos. Flen si një buk duket. Sepse ashtu është, faktikisht. Mbetur forma, fryrja, dhe do ta lëmë të kulloj, ftohet pak, dhe ta shijojmë.